Gati për nisur pjesa e dytë në stadiumin në Ndërlapa midis Butrindit dhe Maliqit. Pjesa e parë mbyllur me shifrat 1-0 për skuadrën e Butrindit. Vendos goli i futbollistit Alessio Kolonja në minutën e 45+3 të kohës shtesë. Ndërsa në këtë pjesë të dytë duket se tek trajneri Egli Malsia i Maliqit ka një zvendësim. Ka dalë nga fusha e lojës futbollisti Elmas me numër 8 dhe në vend tij Dario Kame me numër 11 është ai i cili do të nisë topin nga qendra e mesit të fushës. Teksa do të pritet dhe koha shtesë. Ka ardhur në këtë moment dhe niset skuadra e Maliqit dhe pikërisht me anë të futbollistit me numër shohim është kapiteni Agolli. Sa ka shqetësimin e Xilla, e ka marrë Mërkuri. Shohim sa ka goditje dënimi, ka qenë asistenti i parë Eris Pura, i cili është treguar i vëmendshëm. Teksa ka sinjalizuar më njëherë goditje dënimi kryesori Ardit Merdanaj. Minuta e parë e pjesës së dytë. Shifrat Butrindi 1 dhe skuadra e Maliqit 0. Shohim është çuar kapiteni Agolli, në sa do të jetë Rej Lipo. Topi i cili shkon në këmbët e futbollistit Ibrahim. Gabon Avduli, ka marrë Gjata. Pius Gjilardin Avduli. Pasimi i Avdulit ka gjetur Mërkurin. Mjaft mirë Gjilardin Avduli. Pritet ka shmangur mjaft mirë Rej Lipo. Ky fundi gjen Silva Oliveira. Ka bonë në dhënja di topi Oliveira. Avduli është në pozicion të pa rregull. Gjerdio Avduli. Lili dëmtuar, një militarit Maliqit. Se është kërkuar me jenë rrya stafit mjekësor. Kyte informacionet Ndreca, Gjata, Basha, Ibrahim, Bubakar Diop, Silva, Pius, Abduli, Mërkuri, Xilla dhe Kolonja për skuadrën e Butrindit. Trajner Artam Çani. Në krahun tjetër është Bakje, Lipo, Agolli, Bregu, Ndoci, Ofej, Fafanjo, Pero, Demolari, Ibrahim dhe Dario Kami në këtë pjesë të dytë. Të kujtojmë trajneri Maliqit, Egli Malsia. Gjykon ndeshjen Ardit Merdana nga qyteti i Vlorës, asistent Elis Pulej dhe Jermini Sufi po nga Vlora, gjyqtari 4 Edvin Latifi nga qyteti i Gjirokastrës, delegati i takimit Maksim Goga nga Fieri, ndërsa vëzhguesi i arbitrave tiranasi Ervis Peza. Ka karton të verdhe për Alessio Kolonjën. Për protesta për vendimet e gjyqtarit të takimit Merdanaj. Xilla. Vista mjaft mirë Martin Xilla, ortopi shkon në duart e Bakje.
Shojmë të vijgjati portierit Bakje, nuk e zotron. Shojmë Pero, Mërkuri, gjenë Alessio Kolonjën, pra në vjes fundore. Gësimi shkon në këmbën e Xilla pra në zonës. Nuk ka arritur as Pius dhe as dhe ka goditje dënimi Ardit Merdanaj. Dëryrje e Gjilardi Avduli ndaj kapiten Dagulli. Gjata dhe Din Ibrahim. Zotron Demolari, Silva, Ibrahim, Basha, kënë topi mrapa tek Kreshnik Ndreca. I sigur në topin e dhënë ndaj Kristi Bashës. Përsa Gjata, shkon mjaft mirë Eli Gjata, Xilla, ka shëcimin e kapiten Dagulli. Këtë fundi këthe mrapa tek Gjata. Topi gjatë në këmbë dhe Alessio Kolonjës. Lëviz mjaft mirë në krahun e Majt. Avduli, gjena Kolonja, jo goditje shkon i vënë fundore. Alessio Kolonja të ndoj super gol nga distanca. Për topi cili shkon vetëm në rivënje fundore. A golli gabon është Lipo. Rivënje ansore ka pas shqetësimin e futbollistit Mërkuri. Ka ndërhyet ndaj Gjilardi Avdulit, nuk ka zgjedhje thot Merdanaj. Lipo ka marrë topin Demolari, ka ndërhyrë ndaj tij dhe ka goditje dënimi. Ka goditje dënimi ndaj Florian Peros dhe jo Demolarit. Agolli gjena Bregun. Gësimi Agon Basha me kokë. Xilla, Silva Oliveira. Shko në rivënje ansore i takon skuadrës Maliqit. Sa është Leon Doci. Agolli largon në krahun e djathtë ku është Lipo. Mjaft Lipo. Drejtori qendrës së zonës. Ka marrë Diop. Ky fundit e dhënë gjejë Kolonjën. Topi i cili shkon pas vijës asore ku është Bregu. Topi gjatë shkon në drejtim të numrit të 17 Rejo Fej. E sa është Kolonja pranë zonës. Kolonja! Nuk arrin, do të çoj topin në rrjet. Alessio Kolonja. Ka rivënje ansore. Shohim, Kolonja është brenda zonës. Nuk arrin dot. Pasi është Leon Doci. Elson Pius është Basha dhe në pas Elio Gjata. Porç. Ka ndërhyrje të futbollistit të Ofej. Ka goditje dënimi. Pius. Gabojnë e ka marrë Florian Pero. Ky fund kthehen mbrapa Din Ibrahim. Gjenë Fafanjo. Ka dhënë top në krah për Flavio Demolarin. Shojmë është Pero. Jetojmë mbrapa në krahun e djathtë për Lipon. Xilla, lëviz mjaft mirë Martin Xilla. Gjena Silva Oliveira. Është Bubahar Diop. Ka shqetësimin e numrit 44 Pero. Ofej, Pero, Demolari.
Shohim Flavio Demollarin, e marra golli. Visë mjaft mirë. Gjata Mërkuri. Xilla ka shqecimin e një prej lojtarëve, të shohim Xilla. Një kaun tjetër, ka ndërhyrje, ka rënë topin pas Xilla duke pretenduar për ndërhyrje të gabuar ndaj tij. Të gjanë drejtim të Lipos. Së tronë topin pranë Vis Ansore. Agolli. Vis mjaft mirë ndaj Gjilardin Avdulit. Dhe ka tjetër goditje dënimi. Shohim Nëse ka qenë pozicion të rregull, Lipo. Stimi në shtyllën e dytë shkon, pas i largohet zonës. Është Ndoci. Tenton të krosojë, por largohet nga ana e Alessio Kolonjës, rivënia ansore. I takon Maliqit, e do të jetë vetë Lio Ndoci. Të branzonë së repësis. Din Ibrahim nuk e larg. Më pas ajo goditje e numrit të 70. Florian Pero largohet në rivënia ansore nga Nelson Pius. Orej Lipo. Ka shqecimin e Gjatës. Demollari. Eli Gjata nuk arrin të zotroj. Më pas Lipo. Këtë topin mbrapa. Është Fafanjo, ai i cili e lë topin për tek futbollisti Enrica Golli. Topi në krahun e majt për numrin 19 Ndoci, ka vetëm rivënia ansore. Shohim Kolonja, Tetovi, Brazonet! Alessio Kolonja! Çargoni! Andega Shkush ku se priste! Një goditje në pavijës fundore! Shifra 2-0! Në minutën e të shohim 58 shënohet goli i dytë nga Alessio Kolonja. Spektakolare! Dhe nuk ka më bukur se të festosh ditën e lindjes. Pikërisht me 2 gola. Pikërisht Alessio Kolonja. 2 gola dhe kjo është ndoshta dhurata më e bukur për ditëlindje. Për sulmuesin Kolonja. Gati Camilo Mendoza, ai i cili bët gati pranë trajnerit Artan Meçani, por çfarë goli ky i dyti i sulmuesit Alessio Kolonja. Spektakolare goditje. Dhe Bakje nuk ka se çfarë i bëj. Shino topin 2-0. Basha. Ka nisë topi nga mezi fushës për skuadrën e Maliqit. Largon Bubahar Diop. Duron këtë top në rivënia ansore. Turki krosimi Alessio Kolonjës, por ka gjetur pa përgatitur portierin Bakje. Topi cili kalon pas shpinës as kush nuk e prisa gjatje. Gati dhe do të lërë fushën e lojës. Alessio Kolonja do t'jetë në vend të tij numri 14 Camilo. Dhe Silva në vend të futbollisti, në vend të tij do t'jetë 2 gola në vend të Alessio Kolonja. Alessio Kolonja autori 2 gola dhe feston ditëlindjen pikërisht me 2 golshin e këtij takimi. Bravo Camilo, bravo!
Sa Silva Junior. Vazhdoj, Mario, vazhdoj. 2-0 shifrat. Ja more, të tashi vazhdoj. Minuta e 3 shtesë dhe Xilla, por ka qenë në pozicion të pa rregull. Pozicioni pa rregull i Martin Xilla. Shifrat Butrindi 2, Maliqi 0. 2 gol që i Alessio Kolonjës në minuta 45+3 dhe minutën e 58. Jo, ja moram pa dash. Se isha në bas sportës. Topi gjati i Bakje. Karton i kuq për Nelson Pius. Karton i kuq për Nelson Pius. Një goditje pa top ndaj futbollistit të Maliqit dhe karton i kuq për karton i kuq për Nelson Pius. Karton i kuq për Nelson Pius. E ka buara ndërhyrje edhe e që goditje pa top. Ka qenë Nelson Pius. Karton i kuq. Minuta e 63. Karton i kuq për Nelson Pius. Shohim topi gjatë në drejtim të Fabricio Çullit. Pranë vjes fundore Çulli. Pasimi ka dalë në rivënie fundore, thot Ardit Merdanaj. Sa ka tjetër ndryrë të gabuar është Avduli.
Sa shojmë Pero topi në krahun e majnë Doci. Ka shqetësimin e numrit të 11 Fabricio Çulli. Doci ka qenë Nelson Pius është ndëshkuar pikërisht me karton të kuq, Butrindi me 10 lojtarë. Ndërsa ka goditje dënimi për Maliqin. Topi prekur me dorë. Rosimi është në shtyllën e dytë, në mënyrë të gabuar vetëm në nivelin fundore. Xilla ka pranë tij mbrojtësin Lion Doci. Xilla si mbrapa është Diop. Buhar Diop lëvizë mjaft mirë Fabricio Çulli. Ka zonë të lirë, i ka ndërhyrë Fafa, i ka ndërhyrë sa Camilo. Ofej është në rryrë nga ana Camilos dhe Xilla, por Diop ka qenë pozicion të pa rregull e lojtarët Maliqit. Hajde Basha, bravo. Vazhdo. Topi i cili shkon tek portieri. Shohim Agolli. Mario, vazhdo. Leta mjaft mirë. Sa ka tjetër ndërhyrje të gabuar dhe do të shohim nëse do të ketë karton apo thjesht këshillim. Ja, do të shohim Xilla. Vis mjaft mirë Martin Xilla. Ndërsa ndërhyrja dhe të shohim Fabricio Çulli. Ka goditje dënimi, po është në pozicion ballor. Martin Xilla. Tjetë Merkuri dhe Gjilardino Abduli pranë topit.
Do të shohim se cili do të ekzekutoj pozicion goditës mes fushori Ansori i skuadrës së Butrindit. Lojtari Sarandiot Mario Mërkuri. Por mund jetë një majtë e Gjilardino Abdulit. Mërkuri, goditje shkon vetëm në rivën e fundore. Gati dhe zvëndsimi i tretë tek Spodra Maliqit. Gati numri 31. Vendin e Demollarit. Shohim se cili është futbollisti. Është Palacio. Cabrera Palacio. Në 72 sa ka tjetër ndryrë të gabuar. Duket se është kapiteni Argolli i cili ka ndryrë. Ndërsa kryesori Merdana i thotë se kam parë dhe shikoj pjesën e kohës shtesë. Minuta e 72 e takimit. Të tjetë shohim Zilla brenda zonës. Abduli gabon, pas e ka marrë dhe ka top të prekur me dorë, thotë ka top të prekur me dorë, thotë do tjetë Ndia jetë Diop. Gati dhe numri 10 Ruden Smuçollari. Vend numri të 17 Ofej. Minuta 73 takimit. Largohet Mërkuri. Bravo Mario, bravo. Në vend të tij Ndia je. Vai Marino, Irenio. Largohet edhe Zilla në vend të tij Marino Lala. Shohim top i cili ka gjetur në kundra kohë. Gjata, do shohim nga zonë i Elio Gjata, Elio Gjata, goditje! Shkon në rivën e fundore. Elio Gjata. Bravo Elio, bravo.
Avduli. Tentojnë mbrapa Gjata. Bravo, bravo. Ja portieri, hap. Po mbrapa tek Nik Kreshting Ndreca. Tjetër goditje pozicioni pa rregull ti Shohim Agolli Rëmbjana Ndiaye lëvisa mjaft mirë numri 18 Ndiaye Diop Ndiaye ka zonë të lirë por e ka bllokuar mjaft mirë Rudens Fali është Bregu dhe tani është Rudens Muçollari Doci për pasimi ti është Pero a goditje më pas devijohet dhe shkon në duar e portierit Vista mjaft mirë Fabricio Çulli por nuk zotëron Minuta 76 e takimit. Shifrat Butrindi 2 dhe Skuadra Maliqit 0. 2 gol që Alessio Kolonjës. Minuta 45+3 dhe 58. Skajë Mario, hajde. Vazhdoj. Shohim lëviz mjaft mirë, numri 18 Bega. Bregu gjetur numri 11 Kame, ky fundit është një ty luftim atje me futbollistin Diop. Tjetë topi gjati i Kreshting Ndrecës në drejtim të Lales. Ergon Lipo pas Agolli i spostuar në qendrën e mes të fushës. Agolli i tonë këtë rjoni ansore. Vista mjaft mirë në 18 Bega Muçollari që në kapitenin Enrique Agolli ky fundi njërë Begën në krahun e Najt është Florian Pero vis mjaft mirë Pero ka marrë topin Bega Gabon marrë topin futbollisti Ibrahim Camilo Ibrahim në gjeja futbollisti Fabricio Çulli ka marrë topin Rudens Muçollari. E njëra Rudens Muçollari që në krahun tjetër ndocim Muçollari jep sërish topin gati Florian Pero ka goditje nga këndi për Maliqin. Shohim rësimi pra zona s'është nuk devijot nga askush ka qenë mbrojtja Butrinit që largon. E ka marrë topin në Ndiaye, lëviz mjaft mirë. Ndiaye ka ndërhyrje nga Dini Ibrahim dhe goditje nga këndi të sakt, goditje dënimi falni dhe ka karton të verdh. Ka
Ka karton verd për futbollistin Din Ibrahim. Butrindi me këtë rezultat është në pritje të duelit i cili do të luhet ditën e në stadiumin e Dushmuçat Ballçit. Bravo Marino. Sa të shojmë a goditje më pas dhe Diop! Dia e Diop! Një goditje ka buar. Pozicioni pa rregull. Rezultate interesante edhe në kategorinë e parë. Rezultate interesante në kategorinë e parë, ku luhet bileta e mbijetesës. Shohem topi cili shkon në duar në trupin e Kreshing Drecës, cili pas e zotron me duar. Topi gjatë në drejtim të Ndiaye Diop. Më pas këtu Lala me një parë për të rrugë këtë rivënje ansore. Minutat kalojnë për të parë se çfarë ndodh në këto minutat mbetura, kur duhen dhe 7 minuta për të mbyllur koha e rregullt e 90 minutit e parë për pas shtesën, ose e 2 golat e Alessio Kolonjës. Shifrat shohem ka marrë Fabrice Çulli, ka bon Ndoci. Çulli ka shqetësimin e Leo Ndocit që lelojën kryesori. Lelojën kryesori Camilo, ka zonë një Camilo, ka shqetësimin e Ndiaye Diop, por gafe Camilo Mendoza Padilla. Shohem top në ground tjetër, shkon në këmbë e numrit 31. Kur është Cabrera Palacio dhe ka goditje dënimi i takon Maliqit, kartoni verd për numri 22 Gjirardino Abduli, i këshilluar disa herë nga ana e kryesorit. Të takimit Ardit Merdanaj. Sa minuta ka kom. Në tash miq vinë rezultate interesante dhe nga kategoria parë, do të japim përfundim të këtij takimi. Çfarë ndodh me skuadrat e kategorisë parë?
Shohim të goditje dënimit të skuadrës Maliqit. Do tjetë numri 88, kapiteni Enrika Golli. Pritet pësimi në shtyllë të dytë, goditja me kokë, largon një prej lojtarëve të Butrindit. Nuk arritë të shkojnë në kuadrat e top. Camilo Mendoza, një rënshat e ti, largon një vënjastore. Do të përkitet në anë e trajnerit të Artan Meçani. Do të përkitet në anë e trajnerit të Artan Meçani. Shohim Krishtik Ndrecën. Shohim largohet nga ana e Bregut, më pas është Gjilardino Avduli. Shohim Agolli, visë mjaft mirë Enrika Agolli. Shohim shtop i cili është në mes e fushës, Diop. Çoj kokën, o ato bus. Bravo. Dhe topi i cili fitohet nga Ruden Smuçollari. Do të jetë 4 minuta shtesë nga 4 minuta është tabela elektronike e cila do të dalë për ndoshta çështje 1 ose 2 minutash. Tema gjyqtarin e 4, Edvin Latifi është duke parë kronometrin. Ka goditje dënimi për skuadrën e Butrindit është Gjilardino Avduli. Shohim çfarë të sjell. Shohim goditje tokazi e Avdulit, vetëm rivënie fundore. Shohim është brenda zonës saj top. Vrihet nga Dario Kame, i cili fiton këtë goditje nga këndi. Minuta e 89 në këto momente, ka pozicion të paregull. Dhe koha për 4 minutash.
Shohem Avduli është Diop Ndiaye, Lisa mjaft mirë, gabon pikërisht. Fabricio Çulli, Lisa mjaft mirë, Fabricio Çulli ka shqetësimin e Begës, pritet pasimi i Çullit, gabon e ka marrë Alvin Bega. Pas e ka marrë Ibrahim. Gjëna mjaft mirë Gjerdin Avdulin, e ka marrë Marino Lala. Gjëna kraun tjetër Bubakar Diop. Edhe njëra Lala, gabon duke dhuruar topin lojtarët Maliqit. Minuta e parë shtesë është mbyllur, e dyta nisë këto momente nga 4 minuta shtesë të akorduara nga gjyqtari i 4, Gjero Kastriti, Edvin Latifi. Pritet thjesht sinjalizimi pasi Butrindi pret skuadrën e cila do dalë ose fituesin e çiftit Bylis B Partizani B. Shohem është Babakar Diop Ndiaye. Lëviz mjaft mirë Marino Lala, edhe njëra Ndiaye. Këllon mbrapa Ibrahim, Camilo Ibrahim. Pritet sinjalizimi është Babakar Diop, e kthen brava tek portieri Kreshnik Ndreca. Topi gjatë i tij shkon në drejtim të, e kthen mbrapa, është Fabricio Çulli, të shohim Çulli në zonë, s'ka dalë Boakie, por çfarë gabimi bën pikërisht Fabricio Çulli. As pason as gjuan dhe Boakie bën mrekullin, duke mos lejuar që topi të shkonte drejt kuadratit portës. Shohem është Palacio, të thonë gjej një prej shokëve të skuadrës, as Din Ibrahim dhe as Dario Kame. Deli qetë portieri Kreshnik Ndreca. Topi gjatë, drejtim të Marino Lales, ka duhet shpejtësie, nuk e let dalë jashtë vijave kufizuese. Lala, gabon në këtimi ati topi, Marino Lala, nërsa gati sinjalizimi edhe i gjyqtarit Ardit Merdanaj për t'i dhënë fund. Sinjalizimi i gjyqtarit, teksa duket se do t'jetë aksioni i fundit. Ruden Smuçollari. Të gjithë kanë për të pritur sinjalizimin e kryesorit Merdanaj. Bega, gjena mjaft mirë Florian Peron. Pritet edhe Shohem topi cili shkon në këmbët e kokën e Lipos. Ftuar Gjilardino Avduli. Ka marrë mjaft mirë Avduli një aksion në vetjak e sulmuesit, por është pozicion të pa rregull. Marino Lala ka nisur sërish topin. Dhe sinjalizimi i Ardit Merdanajt, Butrindi 2 dhe Maliqi 0. Butrindi në finalen e play-offit të kategorisë 2 përballë skuadrës e cila do dalë nga fituesi i çiftit midis Bylisit B dhe Partizanit B, të cilat do luhet ditën e hënë në stadiumin e Dushmuçar qytetit Ballshit. Pamjet e drejtë për drejtë ka qenë dy faqet KS Butrini Sarandë dhe Saranda Web. Miq, ju përshëndes të gjithë, do të dëgjojmë në finalen e madhe, ajo e cila do të diskutohet mes dy skuadrave, të cilat do dalin dhe pikërisht Butrini dhe kush do dalë ditën e hënë, Bylisi B apo Partizani B. Ju uroj gjithë një fundjavë sa më të mbar nga Fotoslama, bashkë me nu gjofshim në takimin e ardhshëm.